Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotëri, mirëmbrëma të nderuar miq të emisionit A më dëgjon, ja ku po takohemi edhe këtë edicion së bashku me mua Tirona Lilin. Ditët e fundit apo java e fundit në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka qenë një javë shumë e rëndë, një javë që na tregoi një pamje që të gjithë u shokuam, humbja e jetës së 59 të rinjve. Sonte në emisionin A më dëgjon do të fokusohemi në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, duke i dhënë fokus të rinjve, edukatës, kulturës, arsimit, reformave në arsim, prindërimit dhe atij amanetit të madh që në fakt Zoti na e bën dhuratë në këtë jetë, fëmijët. Shpesh herë kemi dëgjuar lutje të ndryshme, dëgjojmë prindër të cilët me vite nuk kanë fëmijë dhe luten të kenë fëmijë, kemi nga ato prindër të cilët Zoti u jep mundësi për të patur fëmijë dhe ndoshta bëjnë ca gabime që nuk mund të ndryshojnë më në jetën e tyre. Unë nuk them që ka prind që bën gabime, sepse çdo prind dëshiron më të mirën për fëmijën e vet, por ndodh ndonjëherë nga mentaliteti, kultura, rrethi, ndikime të shumta që ndodhin në jetën tonë që prindërit edhe eskalojnë nga vetja e tyre. Do me thënë, në këtë muaj të shenjtë mundohemi që nëpërmjet emisionit A më dëgjon me xhallar të ndryshëm të japim mesazhe të ndryshme duke prekur edhe tema që më së shumti na tangojnë. Me nder dhe kënaqësi, me privilegjin më të madh në studion time më ka nderuar sonte një hoxh shumë i nderuar, një hoxh i zëshëm, një hoxh që ka qenë shumë i komentuar në rrjetet sociale këtë kohën e fundit dhe në fakt një hoxh që bëri një veprim i cili është për të përgëzuar, që ne do ta sjellim me detaje këtë veprimin se si erdhi, si buroi, si erdhi ky frymëzim shpirtëror për të bërë vepra të bukura, qoftë edhe tek ato të cilët i takojnë një fes tjetër. Mbi të gjitha, pas fujintave kur unë bisedoja me të, më tha një fjalë që më tërhoqi vëmendjen: ne jemi të gjithë njerëz dhe i takojmë të gjithë një Zotit. Me mua në studio, hoxha i nderuar Muharrem Ismaili. Hoxha i nderuar, faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni pjesë e emisionit A më dëgjon. Ju falenderoj edhe juve për ftesën. Ftesën tuaj ndëgjuam edhe na. Faleminderit. Ishte nderi jon që sonte të jemi së bashku me ju në këtë emision. Që lutim Zotin të na kalon, të na mundson që me ty dhe shikuesit tuaj të kalojmë një mbrëmje të këndshme të mirë. I nderuar hoxh, të jesh në studio me hoxhallar kaq të përgatitur, me hoxhallar kaq të ngritur shpirtërisht dhe në punën tuaj, le të themi, kaq të suksesshëm, më beso është një emocion që pa marrë parasysh sa përvojë gazetarie të kesh apo sa përvojë moderimi, gjithmonë është diçka brenda teje që emocioni aktivizohet dhe besoj që këto emocione ti tregojmë edhe te publiku dhe të nxjerrim më të bukur në këtë emisionit. Sinqerisht edhe një herë të falenderoj shumë që je pjesë e emisionit tim. Do të nisim me temën e cila na preku të gjithë zemrat, na lëndoi të gjithëve. 59 të rinj. 59 jetë, 59 ëndra, si t'ju themi, 59 dëshira, që nga mosha 14 vjeç, unë në fakt kur kam dëgjuar jam tronditur, si mundet 14 vjeç të jetë pjesë një diskoteke, në Koçan humbën jetën. Ju, ditë më parë, në fakt ditën sapo ndodhi ngjarja, bët një veprim që doja sonte ta flas edhe sinqerisht, publikisht të përgëzoj, të përuroj për veprimin që bëre, sepse ishe i vetmi që mendove të shkosh të ngushëllosh ato familjar dhe të japësh diçka nga shpirti jot për ato njerëz. Po, Tiran, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, në muajin e humanizmit, ku njeriu në shenjë mirënjohje ndaj Zotit, ndaj të mirat që na e ka dhënë, braktis dhe abstenon nga haja dhe pija, që është një pastrim i joni shpirtëror. Gjatë këtij Ramazani është ky një proces shumë i rëndësishëm që kjo zemërballësi dhe ky pastrim i jon shpirtëror duhet të reflekton tek ne me humanizëm, sepse e kuptojmë shumë më mirë se çfarë do të thonë të jesh pa ushqim një kohë të gjatë. E kuptojmë më mirë edhe brengën e të varfrit. E kuptojmë edhe dhimbjen e dikujt që vuan nga një fukarallëk, nga një skamje, dhe gjithë kjo brenda atyre miks
begative që i ka muaji i bekuar i Ramazanit, me do e mos duhet të ketë edhe reflektimin e tij human. Që ato shpirtrat tona, ato zemrat tona të jenë ngjallë. Na para se me qenë hoxhallar, para se me qenë besimtar, musliman, para se me qenë gazetar, të më shumë, të ri, pa më parasysh statusit tonë social, na jemi njerëz. Po, shumë e vërtet. Shumë është me rëndësi atë qenjen njeri me e gjetë brenda vetës tonë. Dhe na me qenë në emocionet tona dhe në gjykimet tona në momentet caktuara objektiv. Na gjithi i dim divergjencat në vendin tonë që ja, jetojmë me një shtet ku ka musliman dhe jo musliman. Po, Ku ka shqiptar, maqedon, turk, boshnak, rom, nacionalitetet ndryshme. Që këto laramani i japin bukuri i vendit tonë. Sikur kjo fotografi e laramanishme pas nesh. Shife, jo rastisht këto niansa, këto ngjyra me shumë mjeshtri janë të përzgjedhura që studion tonë të e bëjnë më të bukur. shumë e vërtet. Dhe te i mos është me rëndësi me kuptu deri kur tolerohet ajo ndarja mbi bazë fetare, mbi bazë etnike, mbi bazë të statusit social apo kështu me radhë. Çdo sen ka një vit të kuqe. Edhe çdo vit të kuqe e ka edhe atë për kufizimin e vet. Edhe momenti ku duhet ajo edhe të te i kalohet. Ku na më momentet caktuara thjesht duhet të ndalemi e të mendojmë si njerëz. Në Islam janë disa shenjtëri, 10 shenjtëri që janë universale. Shenjtëria e jetës, shenjtëria e pasurisë, shenjtëria e nderit. Do që edhe kështu me radhë. Po. Që nuk i kemi aty temën, ndoshta ndonjëherë na jepet mundësia ato shenjtëri mi shpjegu janë të mrekullueshme. Dhe e gjithë feja jonë hyjnore ndërtohet mbi ato 10 shenjtëri. Shenjtëria e fesë, që s'ka dhunë në fe. S'ke të drejtë ore o burr me dhunë të e bësh musliman apo të e bësh jo musliman. Do ta respektosh me atë që është. Normalisht. Dhe shumë është me rëndësi me kuptu se kur do të lëviz ajo ndërgjegja njerëzore tek ne. Që ndonjëherë ai getoizimi ideologjik apo kombëtar apo statusit ton social të mos lejojmë që të na i mbyll syt karshin ndodhive ku na duhet të ndalemi dhe themi ka dalë se jemi njerëz. Duhet të tregojmë humanizmin ton. Duhet të tregojmë njerëzillokën ton dhe duhet të tregojmë me një çast dhe me një moment se na nuk gëzohemi me fatkeqësinë e askujt. Nëse ata kanë ndru jetë si jo musliman, unë du të pyes veten, unë si hoqë, si musliman, a kam kontribu ndonjëherë tek ata që të thamë se ka një fe që e ka emrin islam. Të thamë që e ka një kulturë që e ka emrin kultura islame, që e ka emrin një vlera islame, një mesazh dhe porosi islame që është porosi dhe mesazh universal, që është për të gjithë, që i dërguari jonë është dërgu pejgamber linnasi kafe, thot, për gjithë njerëzimin. Jo vetëm për ne besimtarë, musliman, që ndonjëherë ashtu edhe e perceptojmë. Po. Ai është i dërguar shpëtim edhe për jo musliman me gjitha taboret dhe llojet që janë në brendinë e tyre, për gjitha nacionalitetet. Dhe na ndonjëherë sikurse kët islamin ton dhe kët begatin që Zoti na ka dhuru dhe na ka nderuar me atë, sikur mundohemi me privatizu dhe sikur ngurojmë ndonjëherë me u aleju edhe të tjerëve të shohin këtë bukuri. Ideja ishte kjo. Na me tregu bukurinë e islamit. Na me tregu humanizmin ton. Jemi në muajin e humanizmit. Nëse tani nuk më dhimbset një i varfër, që edhe unë së bashku me atë ndjej varfërinë dhe nevojën e ushqimit, dhe e kuptoj se çfarë qenë ka të mos kesh para me blej ushqim. Edhe çfarë qenë ka ti me ndje dhimbjen
e stomakut tënd dhe me ndëgju zhurmën e stomakut tënd si pasojë mungesës së ushqimit, që ai ndoshta përditshmërisht ballafaqohet me atë që na këtë ndjenjë ndonjëherë. Por tani edhe ky humanizëm duhet të reflekton tek ne që na gjithëmi u tregu se na as zguxojmë asnjëherë me fatkeqësinë e askujt të gëzohemi. Pa më parasysh se ai kemi afër, ai kemi larg. Shumë e vërtetë. Ai kemi tonit, as e kemi tonit. Në atë botën tonë ndonjëherë që na mbyllemi dhe ngulfatemi, dhe kjo ndërgjegje lëvizi tek kohë. Edhe një ndërgjegje që lëvizi edhe tek disa besimtarë shumë të mirë, shumë devotshëm që edhe më këshilluan, se unë desha vetëm të jap një porosi, një mesazh në ditën e xumë, një mesazh vetëdijsues për rinien, për familjen, për ndërgjegjen kolektive dhe kështu me radhë, ata thanë hoxh, Flet në xhami. po flas në xhami çdo ditë xumoje, na Po patjetër se e kam ndjekur. përcjellni porosinë Po patjetër. e javës. Në aty mesazhet e javore mundohemi me një SMS porosi, do të thotë ashtu të shkurtër, t'ua përcjell me besimtarëve që ta kemi një ushqim për Dhe kjo një është e javë. mrekullueshme, se po të mos ishin mesazhet tuaja edhe ku do kishim devijuar më Është shumë. hynore. Fantastike, sinqerisht. Dhe Zoti e ka beku atë mesazh se është një ditë të madhe xumaje, që është ditë festive për besimtarët musliman, dhe ajo porosia e mesazhe ka atë fuqinë e vet hynore. Ndonjëherë në Tiranë të jemi të sinqert, jo se ne jemi aq inteligjent, jo se ne jemi të dishëm dhe që kemi kaplu diturin, ne jemi fillestar në dije, dhe inteligjenca jonë është përsëri për kufizuar. Por ndonjëherë ai sinqeriteti jonë dhe ai më mirë thonë niyeti jonë i mirë, qëllimi jonë i mirë dhe begatia dhe ndihma e Zotit, po fillimisht e sjellin atë bereqet dhe atë mundësi që ai mesazh të prek në zemrat e tona dhe të reflekton tek ne me një vetëdijsim së paku momental. Po nuk e thash kot, më fal që po ju ndërpres, nderuar Hoxh, nuk e thash kot në fillim, ngritja shpirtërore do të thotë ajo që ju keni arritur të kuptoni se nuk ka gjë më të bukur në këtë botë se sa të falim, të dhurojmë momente të bukura dhe t'japim dorën qoftë edhe dikujt që ne le ta quajmë armik. Do të thonë të jemi falës. Padyshim. Dhe nuk është e rastishme edhe këshilla e jonë si hoxhallar, si udhëheqës fetar, gjithnjë inkurajojmë rinin tonë dhe nxisim që të vijë në xhami, të merr nga kjo dritë dhe ajo, të merr edhe kjo rinia jonë nga kjo ushqim hynor, të ndryqojnë mendjet e tyre, zemrat e tyre, të ndryqojnë jetët e tyre, se na Islamin duhet të e jetësojmë dhe ato mesazhe që i përcjellim janë thjesht jetë, nuk janë mesazhe për diçka që ka ndodhur para 1400 viteve edhe aty mbyllet tregimi. Jo, janë mesazhe të gjalla që vazhdojnë të reflektojnë deri më ditën e sotut. Dhe madje janë edhe sfidë për çdo logjik të shëndosh, si është e mundur këto mesazhe para 1400 viteve të thona të kenë kaq fuqinë ndikimi dhe reflektimi tek njerëzit, pikërisht se janë hynore. Mesazhet janë ato, interpretuesit dallojnë her pas here. Mënyrën si e sillin atë mesazh. Pikërisht, mesazhet janë atë që ka thonë Zoti, atë që ka thonë i dërguari i Zotit. Folësit dallojnë, gjuhët dallojnë, mesazhet, temat, momentet dallojnë prej në vend të një vend, dhe aty është një sfidë për gjithë neve që t'ja përshtatmi çdo javës mesazhin e vet për cilën ka nevojë popullata jonë. Dhe aty ishte edhe këshilla e disa besimtarëve, thanë hoxh, na nuk ishte ideja ime të shkoj, sinqerisht, ideja ime ishte të jap një porosi, një mesazh. Ideja e disa besimtarëve devotshëm e të mirë ishte pa modesti, thamë, ishte që na të shkojmë aty, thanë hoxh, na edhe jemi të gatshëm edhe me ndihmu, jo vetëm me shku. Po thanë fillimisht ti e hoxh, e rendit është që të lënduarit t'i vizitosh. Një e kaluar qoftë të thosh atyre. Ata kanë nevojë për një përkrahje morale. Përkrahjen shëndetësore ata e kishin, ishin të hospitalizuar, mjek profesionist, ishin mbi kokat e tyre. Që në fakt kanë bërë një punë të paimagjinueshme. Po, edhe na u nisëm me ato besimtar, shkuam aty. Disa nga besimtarët që ishin afër meje thanë hoxh, unë e siguroj ushqimin tuaju,
Tjetër tha unë u asiguroj falas strehimin, hotelin tim tha jap dhurat. Besimtarë që ishin në xhami. Po, Bravo. po. Tha unë hotelin u jap dhurat, u mundsoj gjithë sjedhmin në hotel falas të banoj të hotelin. A tjetëri, tha unë u asiguroj një makinë që të kenë për me qarkë. Dhe sa ata nga lartë, nga Koçani. Dhe nuk e din me ata, nuk e din një me kanë familje këto. A kanë tolla, a s'kanë tolla, a kanë ku që ndrojnë. Tha, fillimisht, na t'i vizitojmë të lënduarit, pastaj nëse gjejmë familjarë aty, do t'u themi këtë. Se qëllimi ishte thjesht një mesazh ngushëllimi momental dhe ata njerëz me i përkujtu me mesazhet tona hynore që i kemi mësuar. Ti përkujtojmë me Allahun azza wa jalla gjithë që e ka bërë çdo pejgamber i Allah. Pejgambert e Zotit kryesisht punën e tyre kanë pas me jo besimtar. Po. I dërguari jon u dërgua në Mekë në një periudhë kur nuk kishte aty asnjë besimtar, ai ishte besimtari i parë. E pastaj u bë besimtarja e parë, fëmiu i parë që besoi kështu me radhë dhe Allahu nuk e dërgoi në një vend ku ishin gjithë besimtar. Dhe ne si o xhallar, duke e marrë nga kjo dritë e profetit ton, kemi detyrë që atë dritë profetike, hynore që i kemi, t'u përcjellim edhe jo besimtarëve që s'kan pas rastin të e shohin atë fytyrën humane të Islamit, atë bukurinë, atë estetikën e kulturës islame, që është universale që reflekton. Fatkeqësisht gjithnjë janë mundu çarçe të caktuara që Islamin, muslimanët dhe neve si shoqëri këtu të na paraqesin se na me ato veç urrejtje kemi, se ne me ato fatkeqësitë e tyre ne gëzohemi, se ne asnjëherë nuk ju ndihmojmë atyre, nuk ka dëshirojmë të mirën, dhe se na jetojmë me një kosmos A, ato jetojnë me një kosmos B. Nuk është e vërtet kjo. Dhe kjo pasqyre duheshte që të ndryshon. Sepse ai përfaqësim i Islamit i dhe i të muslimanëve, pa më parasysh a është me ngjyrë fetare, a është me ngjyrë kombëtare, a është me ndonjë ngjyrë politike, nuk është që neve na pasqyron. Se realiteti i shumicës shoqërisë tonë është ndryshe se janë human. Po. Kjo shoqëria janë këto Tiranë, ka shumë njerëz të mirë, shumë burra të mirë, shumë besimtarë të mira, shumë besimtarë të mirë, devotshëm. Kjo mua më mban këto. Unë gjithnjë e them se e gjithë familja ime një numër i madh prej tyre bartin pasaportë evropiane, unë s'kam pasaportë evropiane. Unë kam një pasaportë e cila shkruan në të RMV. Pasaportën europiane nuk dëshiron ta bësh apo Nuk dëshiroj të e bëj. Arsyeja është mirësia e këtij vendi. Mirësia e këtij vendit. Këtyre njerëzve. E këtyre njerëzve, se ky vend, këto njerëz mua më kanë shkollu. Këto njerëz të mirë, këto familje të mira, këto prind të mirë, devotshëm, këto besimtar që kanë kontribuar për institucionet e ndryshme shoqërore tona, këto kanë investuar tek unë kur unë s'kam ditë asgjë. Kjo është një mirënjohje e madhe. Sinqerisht e ndjej obligim të e them. Dhe këtu ka shumë njerëz të mirë. Kemi, sinqerisht e tham, kemi shumë hoxhallar të mrekullueshëm kemi. Kemi shumë prind të mirë, kemi shumë tregtar të mirë, shumë gazetar të mirë kemi. Kemi shumë mjek të mirë, devotshëm, sinqert, shumë mjekë të mira. Ta më falni se jemi mësuar në xhami më shumë në formën e gjinisë mashkullore të flasim ndonjëherë spontanisht i neglizhojmë gjinin femërore, jo se duam. Gjatë gjithë kohës ato janë pjesë përbërëse e jona, se pas çdo një burri të madh qëndron një gru, ndoshta më e madhe se ai. Mbas çdo burri qëndron një grua e fortë, mbas çdo burri i suksesshëm, thuhet. Padyshim. Dhe na shkuam të vizitojmë të sëmurit, të lënduarit. Mjekja kryesore doli na priti, domethënë me një pritje shumë të mirë, u konsultua me drejtorin e spitalit dhe thanë hoxh, ju mundeni me hipo, mundet me pas ndonjë pasojë tek të lënduarit? Thash, ja, nuk dua të futem. Faleminderit shumë. Më tha jo mjekja kryesore, tha, në momentin që do të bëhen pak më mirë, do të thrasim të vish të i vizitosh të lënduarit.
pastaj u drejtuam tek familjarët. Ata Si ishte qasja me familjarët, si të pritën? familjarët të shtanguar më pritën në fillim. Nuk e besonin. Nuk e besonin se një hoxh ka ardhur aty dhe është duke ju biseduar. Është duke biseduar me ata. Dhe une në vete kisha edhe një droj se vallë si do ta presin. Mos Dhe e si- marrin si ti provokimi. Mos të keq kuptohet, se nuk kemi të mësuar të i them këto tabuja. Na kemi të ndërtuara tabuja të caktuara që fatkeqësisht nuk e dim edhe na vetë pse i kemi ndërtuar ato dhe pse janë ato aty. Shumë e vërtetë. Na kemi vendu një gotë, pse dim pse është ajo gota, edhe unë edhe timi të pajtimit se ajo tabuja na pengon aty. Është bo tabuja, nuk bisedojmë pse kjo gotë këto. Dhe nuk gjejmë dot guximin që t'i them ato tabuja të ndërtuara pa ndonjë dëshirë individuale tonë, as kolektive. Dhe thash, unë do të bëj time. Në këtë pjesë nuk ka kamera, natyrisht nuk kishte aty kamera. Thash, na jemi të gatshëm gjithëve të marrim, t'ju strehojmë. Falas. Tham, nëse ka barna të caktuara që spitali nuk i posedon, na tregoni qoftë edhe nga Turqia, qoftë edhe nga Evropa. Tani na kemi tregova familjara aty këto gjithandej. Kjo ka qenë rrëfimi jot, do me thënë, ndaj familjarëve Ndaj që ka familjarëve. thënë ndihmën tënde. Po personalisht, në emër të besimtarëve. Patjetër, që e shpjegua që parë. Po, po. Logjistik, që janë momente të caktuara më të mëdhej se unë. Patjetër, normalisht Dhe i në vetëm momente pa të ndihmë. caktuara, gjesti një gazetarit mund të jetë shumë e rëndësishëm se një gjesti një hoxhe. Me Se në patjetër, moment një patjetër. foto e ytja është sa 1000 ligjëratat e mia që mund t'i thema. Shumë e vërtet. Dhe pikërisht ai gazetari ndërgjetshëm aty që ka qenë dikon, unë nuk e di ku, as që e kam pa, thot ai me telefon si duket e ka incizuar bisedën time direkte me familjarët dhe ajo ishte ligjërata pa ajo këshilla më mirë thonë që u bë pak më virale në për jetët. Qëllimi ynë ishte na tu shprehim atyve humanizmin tonë, njerëzillukun tonë. Thjesht tu tregojmë atyre se na jemi njerëz. Ju nuk jeni vetëm në këtë ndihmë. Na kemi marrë një pjesë të barës të marrim mbi supet tonë. Hajde tua lehtësoj. Unë nuk mund të kthej kohën brapa. Ajo ka ndodhur. Normalisht. Po thjesht mundem me të përkujtue dhe ato thash, na kemi marrë më përkujtu fuqinë e madhe të Zotit. Mbështetuni në Zot. Dhe ju tani keni nevojë për ndihmën që të kërkoni nga Zoti i Madh. Se mjeku mjekon, por Allahu është ai i cili shëron. Këtu thash. Luteni Allahun që Allahu t'i shëroje të sëmurit tuaj. Luteni Allahun që Allahu t'u jap juve forcë, energji të te kaloni. Tani thash ju duhet të jeni të kthjellur, sepse ata që janë të lënduar janë më se të nevojshëm që ju të jeni tani të fortë, që të menaxhoni këtë situatë në formën më të mirë të mundshme. Tham për pjesën materiale, për pjesën që ka hapësirë dikush me kontribu, thash na i braktisni neve, na jemi këtë. Thash numrin tim e keni tek sigurimi, thash unë tani pak shto për jush, atë sejni, po gjithve përcëllani këtë mesazh. Nëse dikush ka nevojë vetur, ka nevojë strehim, ka nevojë me gjithë ushqim po flas, ka nevojë barna që si posedon spitali, kjo është diku ora 1 e gjysmë. Akoma kur rasti, Ala raste nuk kishte pastaj edhe vendime të caktuara nga qeveria jo, po, që t'i strehana, që të i merr përsipër ekstra argjime tjera. do të thënë ju keni qenë ndër ndihmësit e parë që keni shprehur këtë dëshirën e madhe për të ndihmuar ato. Të tham të sinqertën, aty kishte disa qytetar, ishte një para nesh, ishte një mik i imi, me të cilin kemi mësuar bashkë shkollë fillore, është berber në lagjin e aerodromit, Fejziu, jeton në Çajër, thot ai aty ishte, shpërndante ujë dhe si duket sendviça të ftohta duket. Aty ishte edhe tenda e kryqit kuç aty diku pak më poshtë. Po, Dhe kishte qytetar i tjerë individualisht me kejse të vogla kështu, shumë u gëzova. që po bënin vepra deri diku. Zemra më bë mal. U gëzova thash,
na qenë kemi të gjallë si shoqëri. Kjo mirë është. Patjetër që është mirë. Edhe kjo të bën krenar dhe të motivon dhe të jep fuqi hala më tepër që të vazhdosh në misionin që e ke marrë. Unë si hoç, ti si gazetar, atjetëri si tregtar, atjetëri si mjek, aty mjekët disa dolën na përshëndeten, edhe atyre ju thash, duhet të krenoheni me punën që e bëni. Ju jeni ushtarët e panjohur të kësaj shoqërie që gjithna bisedojmë këtu, po realisht ata ballafaqohen me infektimet e para, edhe me shokun e parë, me foton e parë që janë pamjet edhe të lehta. Shumë të vështira. Kemi të sinqert, por edhe ata rrezikojnë veten, familjet e tyre çdo send. Që duhet jemi shumë falënderues ndaj njerëzve të tillë që kontribuojnë në këtë drejtim. Kjo nuk ishte me ndonjë plan që të bëhet teme, as të bëhet ajo apo kjo. Aty pak më poshtë ishin ja dy media duke shkuar në parking të marr veturën dhe më luti njëra nga gazetarët. Tha, a ka mundësi, tha, një deklaratë është e nevojshme tani që edhe një hoç ta jep një përkraje shpirtërore, se ajo materiale u bë tani. U mobilizuan pastaj më vonë edhe shtetet, edhe qeveria jonë, edhe ishte një mobilizim i mirë edhe rajoni kështu me radhë, që gjithë duhet të falenderohen për këtë. Patjetër. Dhe aty e dhash edhe një mesazh dhe një porosi për gjithë njerëzit. Përsëri tham, na flasim në gjuhën e Islamit. Na flasim në gjuhën fetare islame dhe mundohemi që atë gjuhë fetare, atë kulturë islame, njerëzore që na mëson Islami, të e promovojmë. Dhe gjithëve të ju, tua mundsojmë ta shohin atë bukuri të Islamit. Shife, unë e shoh këtë fotografi të bukur pas meje, por nuk do me thonë që ta marrë tek shtëpia ime këtë fotografi. Neve është me rëndësi atyre tua prezentojmë bukurinë Islam, kulturën tonë, fetare, kombëtare. Dhe atë tabu që ndoshta edhe tek ata është ndërtu me vite se na i llogarisim ata armiq, se na s'kemi kur një farë, nuk është e thash që parë, një dos të urrejtjes në atyre. Një dos të urrejtjes, na jetojmë dhe jemi lind në lagje multinacionale. Unë personalisht jam lind në një lagje ku komshit e pare kam pas Maqedon, Bashnak, Rom. Për cilin lagje bëhet fjalë? Lagjën e Gazibabës. Lagja e Gazibabës. Lagja e Gazibabës. Përshëndetje të veçantë për banorët e lagjës Gazibab, një lagje që fatkeqësisht i është nxi imazhi me X kampanja të zeza, por realisht lagja e Gazibab është një lagje e cila është model për bashkëjetesë multifetare, multinacionale, multisociale. E kam vizituar dhe janë njerëz të mrekullueshëm, kam pas fatin. Sinqerisht. Shoqëri humane, do të thotë që janë shembulltyr në këtë drejtim, por fatkeqësisht nuk janë bë emisione dhe të bisedohet me ato njerëz edhe për ta nxjerrë më të mirën e kësaj zone. Për ta nxjerrë më të mirën e kësaj zone, fatkeqësisht gjithnjë është nxjerrë ajo që është më e keqja. E errta, tani në çdo shtëpi ka edhe ty. Patjetër që po. Do ma thuash si ishte përgjigjja e tyre kur ju a dha gjitha këto të mirat, kur ju ofrua gjithë të dashurinë, sepse në fillim the që ato patën një lloj stepje, domethënë ndoshta kanë patur edhe atë frikën që hoxha po na provokon, me që me ardhjen e tij ndoshta po na provokon dhe tani kjo gjëja do të politizohet, do të kthehet në pjesën e fesë. Ishin sekonda ato, kështu shife ajo gjuha shpirtërore ndonjëherë e ka komunikimin më të shpejt se sa ajo gjuha eloquente me fjalë dhe fjali. Sinqerisht, ishin sekonda në pyetje. Ai shikimi e di, i imi me njërën nga nanat e përvluara, unë do ta kisha thonë, ai sinqerisht ishte e përvluar me dhimbjen e saj, me fatkeqësinë që i kishte ndodhur, sekonda ishin, dhe ajo ishte shumë keq në moment, por duke bisedu, besa që ndryshoj edhe
ngjyra e saj, po edhe disponimi i saj, edhe bashorti i saj ishte aty afër. E pash një gëzim, si me thonë, një kënaqësi dhe satisfaksion të patheksuar me fjalë që ja ka ardhur një hoxh me na vizitu dhe me shpreh keqardhjen edhe për fatkeqësinë tonë. Dhe me marrë një pjesë të barës mbi supet e veta. Ishin momente shumë të mira edhe për mua edhe për ata, pastaj filluam të komunikojmë. Thash, a ka edhe tjerë këto? Thanë neve jo, na miremi, nuk kemi nevojë, kemi miqësi këtu, se na nuk e dinim se a kanë gjithë. Disa normal kanë pas ndoshta kushërinë apo vllaun, njërin koçan, tjetrin ato kanë ardhje në shkup siç jemi ne, janë nga Dibra, nga Struga këtej. Po vetë biseda në moment ato ishin vetëm duke heshtë, duke qafë. Do të nuk komunikonin. Pastaj fillon të komunikojnë. Ke qenë një lehtësim shpirtëror nga kjo që po. Po, alhamdulillah, falënderimi i takon Zotit. Ishte një dhunti prej Allahut që na mundsoi të shohim me sytë tonë. Pastaj ata filluan të komunikojnë, të dalin nga ajo mbyllja. A njeriu që ka breng, që ka dhimbje, kur të fillon të komunikon, ngadal fillon edhe të haronat se vetë truri angazhohet me mendim se sa do të flet dhe si do të flet. Dhe me automatizëm e haron atë dhimbjen, atë brengën, kurse na e dim se sa e rëndësishme është që dikush të ta ndëgjon një dhimbje, një brengë në momentet më të vështira kur ti atë ndëgjon. Andaj pjesë e kulturës tonë islam është që njerëzit që kanë fatkeqësi në momente të caktuara që tu shprehin gushtrim, tua ndërpresh atë mendjen edhe atë mendimin e keq e të rënd që e kanë me një fjalë tjetër. Sa i mendon vdekje, mendon tani do të mbetem pa fëmijë, do të mbetet me pasoja, ndoshta edhe nuk do të shoh më kurrë, dhe ti thua ngadalë se do të bëhet mirë, tani prind zezë e çet nga e bardha. Është një ndryshim goxha pozitiv, emocional, intelektual, që ndikon natyrisht edhe në pastaj vullnetin e tyre për jetë. Nuk është lehtë për një prind të e shohësh në atë gjendje momentale, por ja që ishte një moment gëzimi për ata dhe një ndjenjë e re. Kjo une henës më vonë e kam kuptuar se kjo është një ndjenjë e re, se kam menduar se është ndoshta në trojet tona hera e parë që një hoxh të shkon në një kësi fatkeqësie dhe të shpreh një ngushtrim apo një ofertë për një humanizëm të caktuar në emër të qytetarëve, në emrin tim, sa ajo hotel s'është i imi, atë ushqim nuk ta bleja unë, për hir të vërtetës du të them këtë. Po, me patjetër. Por në emër të gjithë këtyre qytetarëve të themi se shumë njerëz të mirë duan juve të ndihmojnë, që nuk janë nga lloji juaj as nacional as fetar. Kjo ishte një mesazh jo vetëm për qytetarët në Maqedoni, por kjo ishte edhe për shtetet më gjerë, që ne të tregojmë që nëpërmjet fesë tonë, nëpërmjet kombit tonë, se ju ishit si hoxh, po ishit edhe si shqiptar, ne dim të bëjmë vepra të bukura hoxh. Po, kjo ishte një vepër shumë e bukur, që as na s'kemi qenë vetëdijshëm se kaq e bukur është. Unë në fakt dua ta përgëzoja të gazetarin, që nuk dua të mbetet enigmë, po na shkruaj një mesazh të kuptojmë kush ke qenë, i cili pa dëshirën tënde e ka bërë këtë publikimin e kësaj videoje, sepse ne vuajemi çik nga ky mentaliteti i nderuar host, unë jam 100% i bindur që po të thoja do vijun me kamerën ta nxjerrim, jo mos e bëj se nuk dua ta përdor këtë për klikime. Por më pëlqen puna që ka bërë gazetari, që e ka nxjerrë atë prapavijën që ju keni menduar që nuk ka kamera, po sot edhe muret kanë sy. Kështu që po të mos bëhesh te kjo, ne sot nuk do të bisedonim këtë temë dhe nuk do të nxirrnim këtë anën e mrekullueshme që ka feja islame, që na ka mësuar, siç thatë ju pejgamberi jonin i dashur, por edhe që shqiptarët e kanë në gjak. Mirësinë. Unë me njërin nga gazetarët që kam komunikim, biseduam për diçka dhe thash jam duke shku të vizitoj ata. Thash shko në spitalin ushtarak në gjuhën e vjetër që i themi na.
ose në klinikën kryesore shka. Tha se atje kam ekipe të gazetarëve dhe le të mundsova dhe jepeti një mesazh dhe një porosi. Dhe unë nuk shkova as te ajo as te kjo. Shkova aty ku mendova që s'ka gazetar. Shkova në spitalin e qytetit. Po. Dhe nuk desha që ajo të bëhet publike dhe të madje as foto unë nuk kam gjerë në profilin tim që ja isha. Sot alon nuk kam postu foto, s'kam, që kam qenë, madje edhe nuk kam fotografu, edhe të dua nuk kam foto. Se nuk kemi shku me atë qëllime. Edhe inqizimi i parë është në profil nga anash, që se di kush e ka bo atë gjirim, po halal dhe ka prej meje, mës të ndjej vetën keq. E pastaj rrugës duke shku tek vetura, si që tregova, gazetarja e Alsat M, një motër e jonë, ajo më tha hoq mendoj se është mirë ta të japësh, ajo më dha këtë këshill dhe ndëgjova këshillën e saj. Dhe e gjithë kjo nuk ka prapavi mediatike, ndonjë plan projekt, se pikërisht tek gazetari i cili më ka ftuar me gjithë kamerat që më kanë pritur, nuk shkova. Dhe kur të doni dhe kush të don u asjellë dhe gazetarin dëshmitar, një TV së njohur tek ne, gazetari i njohur, i cili do ta dëshmon një gjë të tillë që e thamë. Thot nesër e thras dhe dele dëshmon atë që jam duke e thënë sot këto. Që të mos mendon dikush se këtu ka kamuflime, si jetojmë në një botë që fatkeqësisht pak ka mbet sinqeritet, pak ka mbet diçka për rizat Zotit Tiranë, për hir të Zotit. Tani ne me njerëz ja mendsojmë shumë. Do të ne krijojmë një skenar me mendjen tonë dhe i besojmë atij skenari i cili nuk qëndron. Po të mos ishte ai xhirimi prej anash, nuk do të isha unë sot në këtë, se ti nuk do ta dinje se unë kam shkuar aty. Po prandaj thash, janë gjëra të bukura këto që ndodhin, sepse Zoti e ka shkruar ashtu që kjo vepër edhe me padëshirën tënde të jetë publike dhe shqyr që u bë. Dua të bëj një pyetje, sepse kjo është një ngjarje shumë e thellë dhe nga kjo ngjarje nxjerrim gjithçka. Tani të dalim jashtë skenarit. Ato prindër që humbin fëmijë, që u vdesin fëmijë, në moshë të re, i vuajnë, ndikuar nga traditat, nga kulturat, në disa tradita është vajtimi, pjesë mundohen nëpërmjet vajtimit, ta nxjerrin atë të keqin, ta shprehin atë dhimbjen që e kanë. Thonë që jeta e tyre ka marrë fund, kemi dëgjuar dhe momente të këtilla, çfarë më duhet jeta mua kur unë nuk e kam djalin 21 vjeç nga një baba. Si mundet ato të qetësojnë shpirtin e tyre, nderuar hoç, si mundet ato ta largojnë këtë dhimbje dhe ta marrin jetën pak më shtruar, sepse kështu ka dash Zoti për to. Shumë mirë e thonë prej anës tënde. Kjo ishte edhe porosia jonë aty kryesore, kur dërguari tonë ndroi jetë djali i tij, Ibrahimi. I dërguari jonë në rastin kur i ndroi jetë djali i tij Ibrahimi, e tha një thonjë historike që ka mbetë shënuar deri në ditën e gjykimit, do të mbetet ashtu. Ai tha syri laton. Njeriu kur shef se nga jeta e tij dhe nga bashkëjetesa e tij është nda fëmiu i tij, loti është diçka që s'mund të mbajmë kontroll. Pastaj tha zemra pikëllohet. Ajo që shifet në sy është shumë më e vogël se ajo që është në zemër. Zemra pikëllohet, njerëz jemi. Patjetër. Njerëz jemi. Dhe andaj i dërguari jon në vitin e pikëllimit që përmendet në historinë islame, u pikëllua edhe për faktin që ndroi jetë xhaxhai i tij, i cili ishte jo besimtar. Ta mos harrojmë, i cili ishte jo besimtar. U mërzit për atë shumë dhe i erdhi keq që ai ndroi jetë, saqë kjo shënohet në histori viti i pikëllimit dhe viti në cilin ndroi jetë edhe bashortja e tij dhe ndodhia e Taifit. Sidoqoftë pa detaj,
Por dërguari tonë i erdhi keq qëndroi jetë xhaxha i tij, i cili ishte përkras i fuqishëm dërguarit të Allahut, i cili ishte jo besimtar. Me këtë tu duhet të tregoj atë pjesën njerëzore të dërguarit tonë, i cili ishte besimtar, musliman, xhaxha i tij jo besimtar. Po. Jo musliman, politeiste, adhuronte putat, idhujt. Diçka që është më e tmerrshme se me pas një fe e cila është fe hynore, që themi fe krishtere apo fe ebreje. Megjithatë i dërguari jonë në suazat të asaj që ishte njeri dhe ndjenjave familjare dhe në suazat të atyre ndjenjave familjare dhe njerëzore që i kishte ndaj atij njeriut, ai u mërzit. Por i erdhi keq edhe kur i erdhi lajmi se komshiu i tij një djalosh hebrej ishte në shtratin e vdekjes, i dërguari jonë shkoi dhe vizitoi në shtratin e vdekjes. Dhe ja dha ofertën e islamet, ja paraqiti atë platformën islame. Por iniciativa për me shku është keqardhja se është duke ndru jeta e njeri. Një gest human njerëzor, pastaj që reflektoj që ai njeri pastaj edhe të e pranon islamin të bëhet edhe besimtar. Porosia e ynë ishte për gjithë ata dhe për çdo njeri që ballafaqohet me një mërzi kur i ndron jetë fëmiu i tij, bebza e syrit ti, fëmijë e vlada, shumë kam e vlad e di çfarë është e vlad. Shumë e vërtet. Edhe Zoti secilin e gëzoft me e vlad. Amin. Tha syri laton, zemra tha, shumë e mërzitur se është nga thënjet, subhanallah, nga më të rallat kur i dërguari jon flet paraqitet kryetar shteti, i dërguari Allahut më i madh mbi rrugën toksor, flet para gjithë njerëzve me lot në sy flet. Thot, o njerëz, unë jam njeri, jam pejgamber, jam udhëheqës kryetar shtetit, njeri jam. E ndjej dhimbjen e ndarjes nga Ibrahimi im. Ju i shqip një lot, ama e që është këtu thosht, ma e madhe. Ama e tha një thonjë tjetër në fund. Nuk themi fjalë, për pas se fjalëve me cilat Zoti unë do t'jetë i kënaqur. Na nuk mjerojmë, na nuk vajtojmë, na nuk themi se bashkë mua kjo të më ndodh, se pikërisht fëmiu im të shkon, po të kishte jetu edhe pak, këto fjalë nuk guxojmë t'i themi. Andaj i dërguari Allahut i përkujtoi gjithë njerëzit se sjeni ju as të parit as të fundit, që ballafaqojeni me vdekjen e fëmijëve tuaj. Ja, edhe unë e përjetova një gjatë tillë, por nuk themi fjalë përpas se fjalë me të cilat krijuesi jon do të jetë i kënaqur me neve. Tek ai mbështetemi dhe nga ai e gjejmë atë forcën që të vazhdojmë me jetën më tutje. Po. Përkujtimi i jon ishte ndaj ata të mbështeten në Allah, të kthehen Zotit, dhe të kërkojnë nga Allahu ndihmë, porosi dhe mesazhe që gjithë pejgamberët e Zotit u kanë paraqit popujve të vet. Dhe neve si obligim fetar e ndjejmë që njerëzit në momente të vështira të rënda, si fatkeqësish, që atyre të përkujtojmë t'i kthejnë Allahut azza wa jall, të pendohen, të lidhen në Zot, se ati kanë me gjetë energjinë për me vazhdu jetën. Të jemi gjithna realist. Askush nuk futet në varr me të vdekurin nga të gjallët. Edhe të don të futet nuk e lejojmë. Nuk mundet. Edhe nuk mundet. Andaj jeta vazhdon. Dhe na duhet të bëjmë më të fuqishëm, më larg pamës dhe temi të bindur se Zoti pas çdo një vështirësie për jetën tonë, për ardhmërinë tonë, ka përgatit dy lehtësime që janë surprizë për neve. Që na nuk i dim ama ato janë na presin. Nëse vazhdojmë me jetë, do t'i gjejmë ata. Nëse ndalim jetën dhe nuk vazhdojmë, atëherë ato surpriza i humbim na. Kush humb në këtë rast, humb dy herë. Na mbetet edhe fatkeqësia, edhe pikëllimi, edhe mbërzia, po e humbim edhe veten dhe marrim në qafë edhe njerëzit që i kemi rreth nesh. Se ajo bashorte ka bashortin, ka edhe fëmijë tjerë, ka edhe rrethin më gjerë që ata gjithë presin që jeta të vazhdoje më tutje. Kjo është e drita islame, ai nuri islam që ndesha t'u përcjelli atyre familjarëve dhe gjithë botës në këtë rast spontanisht ndodhi që
në shumë vende të botës të shpërndahet ajo video. Ky ishte qëllimi i thjesht. Nëpërmjet buzëqeshjes që ke marrë nga ana e tyre, që në atë moment të dhimbshëm u ka kthyer buzëqeshjen, do thënë ato kanë arritur ta kuptojnë mesazhin tuaj. I nderuar Hoxh, tragjedi të këtilla ne nuk i kemi këtë të parën në vendin tonë. Tani do të kujtojmë pak, do të kthehemi pak në kohë. Kemi patur llaskarcën që humbëm jetë të rinj edhe aty. Të rinj të cilët po ktheheshin nga puna. Kemi patur autobusin në Bullgari, që edhe aty humbëm nëna, motra, muslimane, vëllezër, musliman, shqiptar. Kemi patur ngjarje të ndryshme edhe spitalin modular që humbën gjithë ato jetë. Kush mban përgjegjësi, i nderuar Hoxh, për gjitha këto ngjarje? Nëse ndonjëherë na jepet mundësia ta shihni paraqitjen time për rastin e llaskarcës, do të shihni se aty kam thonë se do të jemi dëshmitar, Zoti na dha shtymër se do të shihni se ky rast dhe rastet e tilla do të mbeten pa epilog të caktuar dhe nuk do të zbardhen deri në fund. Kemi dhënë prononcimin tonë edhe në ndodhin kur ndodhi në Tetov tek spitali modular, që ishte një tmerr dhe një trishtim shumë i madh për gjithë neve. Edhe unë kam pas prononcim publik dhe ngushtim publik për gjithë familjarët, por ja që te rasti i spitalit modular na jemi këtu në Shkup dhe ata në Tetov dhe nuk ka pas ndonjë nevojë për ndonjë aksion humanitar apo për ndonjë intervenim ndryshe, por atë që kemi pas mundësi që të e shprehim si kontribut tonë ishte ngushtimi për familjarët, shprehja e keqardhës, por njëkohësisht ka qenë edhe një goditje e jonë për institucionet që na përfaqësonin atë kohë kur ndodhi ajo fatkeqësi. Janë ato video publike deri më ditën e sodit që shumë qarqeve që kanë qenë në pushtet në atë kohë nuk ju ka pëlqyer ajo video, por na kemi vendosur që të jemi me të drejtën. Ne kemi vendosur që të jemi me këtë popull në gjitha rrethonet dhe situatat dhe nevojat që i ka ky popull. Unë kam qenë edhe në ndodhinë e Shipkovicës kur ndodhen vërshimet ndër të parit në mëngjes që jam fut në fshat. Dhe kam qenë prezent edhe kur i kemi fal xhenazat e para aty me hoxhën e fshatit dhe kemi hyrë me aksion humanitar aty prej mëngjesit herët me aktivist, me besimtar dashamir prej Shkupit, e që më pastaj e koordinuam me kryetaren, ishte Zoja Teguta Arifi atëherë, kryetare e komunës, dhe shtabi i krizës që u formu. Dhe jemi mundu gjithë një të jemi afër, por edhe tek fatkeqësia e Bullgarisë, edhe aty kemi pas prononcim publik, dhe jemi mundu gjithë një në kësi ndodhish të ngacmojmë atë përgjegjësinë tonë kolektive, përgjegjësinë e institucioneve tona. Por fatkeqësisht kemi hasë në vesh të mbyllur dhe nuk i kanë marrë mesazhet e porosit tona serioze. Se sikur të merreshin mesazhet e porosit tona serioze, pikërisht nga mendësi e asoj kohe nacionale dhe fetare që ka thonë kjo ka ndodhur te shqiptar tek musliman, kaloje disi rastin. Ajo që ndodhi në Bullgari, shumica musliman, shumica të trojeve tona që prononcim për ata dhe lutje, madje unë edhe në varimin që u bë në fshat kam qenë ai i cili edhe lutjen kryesore e kom pas unë në emër të reisit kryetarit të Bashkisë Islame, e kisha një nder, një privilegj që unë të bëj atë lutjen përfundimtare për mbyllëse të atij rastit, ku prezantuan gjithë besimtarë dhe gjithë kryesia e Bashkisë Islame, dhe gjithnjë në këto ndodhi kemi dhënë prononcime. Fatkeqësisht kemi hasë në vesh të mbyllur. Vesh të shurdhur. Të shurdhur, po. Thjesht i kanë dhënë ose ngjyrë fetare ose ngjyrë etnike, ose ndonjë ngjyrë politike, pastaj dhe gjithnjë këto raste janë mbyll. Kur të humbe
përgjegjësia institucionale, kolektive, shoqërore, shifeni tani ku vjen e keqja. Edhe shifeni tani një grup shumë i vogël të palës tjetër, të shqiptarëve dhe të muslimanëve mundon të bëjnë një gabim që dikush e ka bërë karshi tyre para disa viteve, që mundon me i dhënë ngjyrë etnike dhe fetare kësaj. Kjo është një fatkeqësi që na, nëse nuk e ngrisim zërin e vetdijes tani, kolektive, shoqërore, institucionale, Tiranë këto ndodhin vetëm tek ne, kështu. Fatkeqësisht. Vetëm tek ne lejohet fëmijët 14 vjeçar të shkojnë në disko. Po pra, domethënë kjo ishte edhe prindërit kanë qenë të informuar. Vetëm tek ne institucionet japin leje në objekte që janë të ndëtuara me karton. Pa kur një farë standardi të sigurisë, pa kur një farë exit, hyrje dalje këta. Dhe gjëra, unë tani nuk dua të flas në atë drejtim, shoku se ende hetimet janë duke u zhvilluar. Po dhe mos nxisim kohë urrëtie. Realisht, derisa nuk zbardhet rasti, si të është i pafajshëm. Normalisht. Gjithë janë pafajshëm derisa të zbardhet rasti. Por se duhet të ngritet vetdia institucionale, kolektive, shoqërore e jona duhet patjetër dhe duhet të i largojmë këto ngjyrime dhe këto klasifikime të panevojshme. Sikur se tani të del të thotë sa keq ndiheshim na kur dikush thonte për spitalin modular të Tetovës prej palës maqedonase, po tha. Po. So unë kam pas prononcim publik dhe i kam pa edhe reagimet në momentet caktuara që dikush nga pala e tyre ka thonë s'na interesant, shqiptar, musliman, na jemi mirë, s'na ka ndodhur neve. Kjo është merë. Tani aty ndrojmë karikat. Unë aty ti këto e dikush prej shqiptarëve të thot tani për Maqedonët mire kanë ata çfarë delin të bëjnë, na jemi mirë. A është kjo njerëzore? Sikur atë që s'ka qenë njerëzore kur ata e kanë thonë, edhe tani nuk do të ishte njerëzore që dikush nga radhët e tona të thotë sidomos në këto momente të dhimbjes. Janë në pyetje jetë të njerëzve dhe janë në pyetje shumë familje, na e përmendmi 50 e kaq. Po ato janë herë 5, herë 10, herë 50 familje. Ato janë 500 komplet. 500 komplet, ndoshta edhe më tepër. Po. Aty është një piramid e një familje që ndërtohet nga shumë antar. Një shoqëri, një qytet, një zonë dhe kështu me radhë. Na duhet jemi pak edhe të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në ndjenjat e të tjerëve kur ata kanë një vuajtje të caktuar. Kur do të ftohet rasti dhe kur do të qetësohet situata, rrugës është që analistët tonë, ekspertët tonë të ndalen dhe të shohin mangësitë fetare ku janë në vendin tonë. Mangësi fetare është që fetarisht kategorikisht është e ndaluar që besimtari të shkon në disko. Haram është të shkon në disko. Pastaj duhet të ndalen të i shikojnë mangësitë familjare, që prindi duhet të edin ku është fëmiu i tij dhe duhet të e mëson në cilën moshë ku duhet të shkon e ku nuk duhet të shkon. Mangësitë e sigurisë se aty ka pas mangësi në siguri, në sigurim, kontrollim, lëndë narkotike, piroteknika e pa kontrolluar, pastaj mangësitë e objektit që inspektoratet e ndërtimit kompetent duhet të i hetojnë ato. Dhe secili pastaj nga kondi vet duhet që të analizon dhe të jep shpjegimet e veta në këtë ndodhi që nesër mund të vijë në Shkup të ndodh. E vërtet shumë. Nesër mund të vijë në Shkup të ndodh, mund të na ndodhë një restoran dasmash, zoti na rujt. Na duhet ne ato lloj lëndësh i përdorim. Na duhet të marrim mësim porosi dhe ato ti kuptojmë shumë seriozisht dhe të marrim përgjegjësi kolektive dhe shoqërore. Që të njëjtat të mos na përsëriten më asnjëherë. Sa janë fajtor prindërit në këtë rast? Prindi është ai faktori kyç në edukimin e fëmijëve. Tani plaga e prindërve, këtyre prindërve është shumë e madhe. Dhe shumë kam droj që une mos t'u angarkoj me këto fjalë të mia gjendjen e tyre. Por se kur do të ftohen gjakrat dhe kur do të ftohet pak kjo ndodhi, prind duhet të ndalen edhe të analizojnë se me çfarë
guximi, janë mbyllur shtëpitë e tyre pa e ditë ku është fëmijë e tyre 14, 15, 13 vjeçar. I nderuar hoç nuk është vetëm te ato, se për shembull ne tani muajin tjetër i kemi maturat, që të gjithë fëmijët mblidhen në një restorant, festojnë, argëtohen, ajo mund të ndodhen edhe te shqiptarët, që mos e thënë Zoti. Po. Andaj prindërit dhe na si xhallar edhe në këshillat edhe në mbledhjet prindërore që kemi qenë, po jemi edhe antar në këshillat e disa shkollave që këshillohemi me stafin edukativ arsimor, gjithnjë kemi thonë se fetarisht festimi këtyre maturave është ndaluar, kështu në këtë formë që bëhet tek ne. Na kemi dhënë dispozitën tonë fetare. Na andaj kemi edhe prononcim publik, a është kjo matur, a është matushi, që është një term që duhet të ndalë dhe të analizohet, se kom thonë në atë së koti, dhe është e thonë si këshill ndoshta para 10 vitesh që ndonjëherë edhe nga radhët e tona e prindërve, madje edhe stafit edukativ arsimor kemi hasë edhe në kritika, sepse të folishti se nuk lejohet, po nuk lejohet fetarisht, unë tregoj dispozitën fetare, Patjetër. se çdo dalje nga binarët fetare nënkupton pasoja negative, se Zoti i Madh nuk na ka ndaluar diçka që për neve është e dobishme. Ato që Zoti na i ka ndaluar, me do e mos duhet të e kuptojmë dhe të jemi të bindur se është e dëmshme për neve. Se Zoti s'na ka ndaluar asgjë për me na dënu neve. Dhe andaj Allahu i Madh 99 prej 100 të mirave të kësaj dunjë na i ka bërë halal. Një na i ka bërë haram. Na i ka ndaluar. Se shumica e kësaj botës është e mirë dhe halal është. Por fatkeqësia është tek ne se në gjithë këtë fotografi të bukur ja e gjejmë një pikë të zezë. Po. Ore shikoj fotografinë e madhe, mos e shikoj pikën e zezë. Dhe na brenda shumë gjërave që kemi të lejuara dhe mund të menaxhojmë duke mos e mëkatu Allahun dhe duke mos e hidhëruar atë, ne harrojmë hidhërimin e Zotit, se hidhërimi i Zotit pastaj sjell edhe pasoja. Kur njerëz mblidhen në vende të caktuara dhe bëjnë çorodira dhe thejnë ligjet e Zotit dhe bëjnë atë që e bëjnë, nuk dua të them për hir të kulturës së përgjithshme dhe etikës që e kemi, me do e mos që aty vije hidhërimi i Zotit. Hidhërimin e Zotit s'ka kush ndaj. Andaj du të jemi shumë të vëmendshëm që hidhërimi i Zotit të mos na kaplon. Dhe të jemi të kujdesshëm. E të mos flasmi se shumë raste ato organizime bëhen për qëllime, për profite materiale, për përqindje të caktuara që dikush i merr, për x interesa individuale që dikush i ka. Andaj na gjatë gjithë kohës ndaj dukurive devijante në shoqërinë tonë, që s'kan qenë më herët, që na janë paraqit me kamuflime të ndryshme, me lule dekorative të rrënjshme, jemi mundu që ato anomali të i kritikojmë publikisht dhe të ngrisim zërin publikisht dhe të themi kjo nuk lejohet. Anis është në mesin ton, anis është tek një shkollë apo tek një shoqëri ku na gravitojmë aty, themi kjo nuk lejohet. Unë me ty njihemi, do të respektojemi, por do të tham Tiranë, nëse është kjo alkool nuk lejohet me konsumu, edhe pse na ujemi të pi dytë. Patjetër, po si Por nëse është alkool do të them vllai dashur, kjo nuk bën. Unë ti të respektoj dhe ky respekt dhe kjo dashuri ndaj teje them, kjo nuk bën, mos kjo të bën dam ty, mendjes tënde, ardhmërisë tënde dhe madje edhe personalitetit tënd. Dhe këto harame dhe ndalese fetare që praktikon në forma në mënyra të ndryshme, me do e mos du të e kuptojmë se i kanë edhe ato efektet dhe pasojat e tyre negative. Hoqë nderuar, jemi drejt fundit se kemi kaluar çdo minutash. Në për protesta që organizohen në Koçan dhe në Shkup, e lexoj në shumë pankarta korrupsioni. Përflitet shumë korrupsioni, është pjesë e diskutimeve politike, gjëja e parë që kur kërkojnë politikanët të futen në pushtet thonë është korrupsioni që do e heqim, por vazhdon të jetë shumë e pranishme në shoqërinë tonë. Generalisht ne kemi tre mangësi shoqërore, kolektive. Para korrupsionit është prindi dhe edukata prindrore, dhe ndërgjegja dhe përgjegjësia e prindit, që nuk e din ku e ka fëmijën e tij dhe nuk e pyet ku është duke shku.
Sa ai kur të thotë do të shkoj me një sallë kaq metra katror, 500 veta do të futemi brenda, a e din se ai vend është i parapon për 100. Thotë jo, ti s'ban me shku se ka rrezik jete. Po. Është pastaj edhe faktori korrupsion. Korrupsioni, faktori politik, edhe të udhëheqës dhe prijesve të institucioneve që fatkeqësisht tek ata praktikohet dhe vazhdon të praktikohet korrupsioni, që është fetarisht nga mëkatet jashtëzakonisht të mëdha. Mirë dhe vaj për atë që ushqem veten dhe fëmijët e tij nga korrupsioni. Ai korrupsion është një zjarr që ai fut në shtëpinë e tij, që djeg ardhmërinë e tij, ndërgjegjen e tij, për djeg edhe lumturinë e pasardhësve të vet. Le të dinë që secili i cili merr guximin me zgat dorën me marr korrupsion dhe me atë korrupsion të cenon sigurinë, lirinë, mirëqenien e qytetarëve që i ka marrë mbi supet e veta, t'i udhëheq. Kryetarët e komunave, drejtorët e drejtorive, ministrat e ministrive, dhe kështu me radhë. Po. Tek ne është edhe një problem tjetër, problemi i hatrit. Po, zakonisht e përdorim shumë këtë pjesë. Problemi i hatrit. Se ndonjëherë ndoshta nuk ka korrupsion me pagesë, po për hatër. Se ka daje, ka nip, e ka njofshëm komshi, e ka kështu, e ka ashtu. Na me dojmos duhet të kuptojmë një gjë, se çdo send ka kufirin e vet. Andaj i dërguar jon na thot në thënien e tij, thot çdo mbret i ka kufit e veta. Kufit e Zotit janë ndalesat, që s'guxojnë mi te kalon. Dhe çdo njeri duhet t'i ketë kufit e veta. Ta ketë edhe për kufizimin e vet deri kur pranon hatër. Unë me ty për hatër mund të qëndrojmë edhe 1 orë, gjysmë ore, ama unë hatri yt nuk mund, as ti hatri im. Nuk mund të i them rregullat njerëzore fetare, madje edhe ligjet që janë në të mirën e përbashkët. Andaj çdo sen duhet të ketë kufirin e vet. Pikërisht për këtë arsye them, duhet të ngritet vetdia kolektive, shoqërore, që mos si raste mos të na përsëriten. Dhe të marrin mësim seriozisht, dhe të mos japim ngjyrë as etnike, as politike, as fetare. Se nëse japim ngjyra pet, do të vazhdon të na ndodh kjo, se na ato që japin këtë ngjyrë thonë mire kanë ata, se tani janë maqedon dhe janë jo musliman. Do të bëhet një zinxhir i gjatë. Pastaj nëse do të na ndodhe Zot na ruajë, nuk e dim të ardhmen diçka. Ata do ta thonë të njëjtën dhe llogaritën si do të ndjehemi na. Na është koha që të ngrisim vetdijen tonë dhe logjika e shëndosh të punon këtu në këtë rast dhe gjithë së bashku të ngrisim zërin më lart që këto raste më dha Zoti asnjëherë të mos na përsëritë. Hoxhun, të falenderoj shumë për kohën që ndave. Ishte një kënaqësi për mua. Skenari është shumë i madh në fakt për atë që ne duhet të flasim, por unë uroj që të më respektoni edhe një herë me prezencën tuaj për të trajtuar edhe tema të tjera, se sinqerisht në kohën që ne jetojmë kemi shumë tema që na tangojnë. Kënaqësi tërëndërisht. Faleminderit shumë për veprimin që bëre. Ju falenderit edhe juve që përcjellni zërin e arsyes tek qytetarët. Pa ju zëri ju mbetet i mbyllur në xhami, mbetet i mbyllur në mexhlise, në dhomë. Po ju jeni ortakët e tonë shpërblimet e Zotit me këtë punë që e bani. Dhe Zoti i madh ju shpërbleft siç din ai më së miri. Lumit ju për punën që e bani. Faleminderit shumë. Dhe shumë gazetarë si ju që e kryen punën me ndërgjegje dhe përgjithshmëri. Patjetër me gjithë kolektivin. Unë jam shumë i lumtur që ne në një farë mënyrë treguam veprën e mirë të një muslimanit, të një besimtarit musliman dhe të një shqiptarit, dhe sinqerisht unë të uroj shëndet, jetë të gjatë, që të na krenoj gjithmonë kështu me vepra të bukura, i nderuar Hoxh. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. E pra të dashur shikues, ky është emisioni që ne përgatitëm për rastin e ndodhur në Republikën e Maqedonisë së Veriut, humbjen e 59 jetëve në Koçan, por edhe tragjeditë të tjera të cilat tashmë na tangojnë dhe pyetjen e bëjmë se çfarë do të ndodh, duke besuar në mirësinë që tha edhe Hoxha i nderuar, duke besuar në drejtësinë e këtij vendit, unë jam shumë i bindur që ne të gjithë do të jemi faqebartë. Ne do të takohemi edicionin e radhës, ju vazhdoni të na ndiqni për të gjitha rrjetet sociale dhe duke na bërë subscribe në kanalin ton në YouTube. Ju faleminderit shumë.